ndryshët? Pra, geopolitika dhe çka bërë është ndërthurje. Edi Rama? Apo i vjen fati nder? Është ndërthurje. Pa dyshim që është ndërthurje. Që pas luftës në Ukrainë, Bashkimi Evropian mori një vendim që të paktën për Ballkanin perëndimor, pastaj edhe për vende tjera, se atëherë u hap dhe kjo çështje që do pranojmë Ukrainën, duhet japim sinjale që ky nuk është më një klub i mbyllur, po është një klub që i jep shanse dhe të tjerëve të futen. Dhe nga një anë, prandaj është geopolitike dhe nga kjo po përfiton malizim shumë dhe ndoshta kemi një shans dhe ne më pak. Por nga ana tjetër, kur themi geopolitike nuk përfiton Serbia nga geopolitika, nuk përfiton Bosnia, nuk përfiton Kosova. Pra, them është një ndërthurje. Shqipëria edhe me qeverinë Rama, po edhe me qeverit 30 vjeçare, është një vend pro-europian që s'ka hapur kur probleme, nuk ka rrezik rus e tjera. Në këtë kuptim është edhe për politikat e ndjekura të brendshme. Po për të kthyer atje, domethënë, kjo ishte një fitore e lavdishme e Ramës, siç tha Klosi, apo një pasqyrë ku ne mund të shohim qeverisjen e Ramës. Pa dyshim, me debatin këtu të brendshëm politik që thuaj Rama u bllokua, Ramën për ballukun e ngrin, nuk ka më negociata, Rama kori një fitore me atë që ndodhi para 3 ditësh atje. Pra, opinioni që mbarsur me ident që këti nuk i lejojnë më asnjë hap përpara. Dhe kjo është ana pozitive për qeverinë. Kush është ana negative tani për qeverinë? Pra, përveç kësaj shampanjës, festës dhe puthjes me atë ish agenten e UDB-s, thelbi gjendet tek raport. Agente jo? Po, i kanë dalë në Sloveni, janë të hapura dokumentat. Po, nuk ja vlen të diskutojmë ne për këtë, sa është problemi BE-s. E zakonshme është është problemi BE-s, nuk është... A ishtë problemi Bashkimit Evropian? Ne nga provinca jonë e vogël nuk na takon ta atë. Por, pra, përveç puthjes me atë gruan e ndershme, fakti i pasqyrës saj qeverisje gjendet ke raporti i Barit. Pra, në qoftë se për 30 vjetë me radhë, Bashkimi Evropian na ka thënë jemi të shqetësuar për korrupsionin. Dhe në këtë raport e ngre një shkallë më lartë dhe thotë Shqipëria rrezikohet nga një korrupsion thelbësor, pra vëren ndryshe nga çka ndodh to drekada që korrupsioni është në rritje. Fakti që flet për zgjedhje pa kushte të barabarta loje. Fakti që përmend patronazhistët e Klosit. Fakti që përmend sulmet ndaj drejtësisë. Fakti që përmend imunitetin e Ballukut, pa thënë Ballukun me emër, po mosbatimin e rekomandimeve të Komisionit Venecias, tregon për një shtet që është shumë larg dhe kritereve më minimale të BE-s. Tani, një njeri që më ka dëgjuar mua të numëroj gjithë to, thotë po këta të BE-s janë të shmëndur, se kanë thënë gjithë to, kanë numëruar gjithë to zezona, dhe prap i thanë vazhdoni përpara. Dhe këtu, pastaj është analiza ime për raportin. Analiza ime për raportin është që gjithë to kushte që mund të blokonin në i barë, nuk janë anulluar. Thjesht janë eksportuar kur të negociohen grup kapitujt. Pra, fitoria e Ramës nuk është një fitore e arritur përmes punës, por është thjesht kushtet që kishte tani ka negociuar për të shtyr më vonë. Dhe prandaj ne kaluam digën i barë dhe u thap që do kalojmë ke negocimi kapitujt. Zoti Zogaj. Tani, thot një fjalë, fundi mirë, gjithë shka mirë, dhe fakti që është kaluar kjo marrëveshje i barë është pozitive, sepse në këtë udhëtim gjatë shumë vjeçar Shqipërisë, kemi kaluar stacion pas stacioni. Ky ishte një stacion, po stacion në det hapur, sepse porti është akoma larg, rruga është akoma e gjatë, bile është edhe më e vështirë, sepse
hapja e kapitujve, në tërësi e gjithë kapitujve, është një lloj para kualifikimi për të vazhduar përpara, kurse provimi i vërtet, ose është një lloj kualifikimi për të hyrë në provim, më saktë. Kjo është hapja e negociatave. Provimi i vërtet është mbyllja e negociatave. Dhe nuk ka arsye që një vend të ndalohet të hyjë në provimin e vërtet. Dhe ne nuk kemi ndonjë shembull në gjithë historinë e zgjerimit bashkimit të BE-s me vende të reja që dikush të jetë ndaluar tek pjesa e IBAR-it. Askush nuk ka ndodhur ndonjëherë. Sepse prova e vërtetë, siç e thash, provimi është mbyllja. Dhe pse është provimi i vërtet mbyllje? Sepse në mbyllje gjykohet zbatimi i standardeve, jo letrat, jo fjalët, jo propaganda, jo teknikalitetet që kanë të bëjnë, si thua, me përshtatjen e legjislacionit. Kjo është një gjë e njohur. Kështu që që kaluam edhe këtë fazë, kjo është pozitive, tani që çdo ndodh në të ardhmen, ne do shohim. Nuk ka vend për triumfalizëm, nuk ka vend as për shampanjë, për mendimin tim, ka vend për ta njohur si një stacion që u kalu, sepse e vërteta është që janë si ato ndeshje që fitohen në sekondat e fundit, edhe i lejnë, domethënë, me zemër të ndorë shumicën e sportazhëve që e ndjekin me pasion. Ne e dimë dhe nuk kemi pse ta fshehim se Shqipëria rrezikoi me IBAR-in. Rrezikoi jo pak, rrezikoi me vende të mëdha. Gjermania, këtë qendrim që ripërsëriti ambasadori gjerman, e ka mbajtur bile edhe ambasadori dhe ministri për Evropën në Shqipëri, duke qenë shumë të shqetësuar për një ndryshim kursi që psoi qëndrimi i kryeministit Rama dhe i Partisë Socialiste në raport me drejtësinë, aq sa në fjalimet e tij, në plot që thosh fjali invadente, do thoshon për spakun e për drejtësinë, u duk sikur problemi në Shqipëri nuk është më korrupsioni, por është akuza. Pra, këtë investoi kryeministri me retorikën e vet, që problemi tani kemi arrit një pikë që nuk është më problem akuza, nuk është më problem korrupsioni, është akuza. Përkundrejt, domethënë, këtij ndryshimi pati një reagim të menjëhershëm nga shteti gjerman, ministri për Evropën erdhi këtu, ambasadori ka folë dhe më parë, Hollanda, pra kishte një lloj skepticizmi, por si përfundim prevaluan disa arsye që janë arsye drejta, jo vetëm arsye gjeopolitike, por edhe arsye tjetër që nuk mund ndalohet Shqipëria tani. Do Shqipëria u vonu, sepse duhet të kalonte që në shkurt, praktikisht kërkesat e shkurtit për Shqipërinë janë përkeqësuar tani që u kalu IBAR-i.